Organizata Brendon gjendet sot në familjen Roshi, ku ka marrë një kërkesë për të ardhur këtu për shkak se kjo familje gjendet në pamundësi për të siguruar disa barna apo ilaçe që duhen për vajzën e tyre pas operacionit që ajo ka kryer. Këtu jam me zonjën Florinda Roshi, ju jeni nëna e Florisës apo jo? Goca ka neuropati të nervit optik. E kam ndjekur që 2 vjeç. Nuk kam lënë mjek pa e çu. Nuk ka pasuri mas me ven. Tani kohët e fundit e kam operu, i kanë fut qeliza staminale, mas operimit duhen mjekimi. Shkova ke farmacit të kërku, më thanë, këtu nuk ndodhet jashtë shtetit. Është shumë i shtrenjtë, ne nuk e përballojmë dot. Prandaj u drejtova ke organizata Brendon. Për sa është ky trajtim, zonjë? Për 6 muaj. Një kuti bën 7.500 euro. Unë një rrogë 500.000 lekë shumë. Nuk marr burri invalid. Florisa, sa vjeç je? 20 vjeç. Si ndihesh pas operacionit? Tani që kam bërë këtë me qelizë staminale, që më bëra ndërhyrjen të 2 syt, ndihem më mirë tani. Të këto 2 syt kam një perde, kam anash. Pra ju në këtë moment e më shikoni mua, Florisa? Po. A rini ta dalloni për shembull ngjyrën e këmishës time, fytyrën time? Po. Po. Çfarë ngjyre kam të këmishën? Roz. Ngjyrë roz shoh. I bëj thirrje gjithëve që të më ndihmojnë. Mos qaj, Florisa, mos u shqetëso. Mos qaj. Bëj thirrje gjithëve që të më ndihmojnë, të gjej ilaçin. I kam thënë gjithë doktorëve që miqësitë e mia të jep vajzës. Po nuk bëhet më ka thënë.